Është normal njeriu të ndërlozet që me pas një farlloj bringe për të ardhmen. Për shembull, deri dikon njëri për shembull me mendu për shembull ose me planifiku deri dikon për shembull për të ardhmen e tij ekonomike. Ose nëse ka mundësi diçka mendon të ardhmen, për shembull njëri ka fëmijë, a ka marrit me shkollu, a muna me unë hakun që është duhet, deri dikon po thamë që është në sozën normal si kurse e përmendim. Do të përmendim, mirë po, kur bëhet kjo breg negative? Kur fillon me kalu në detaje që nuk i përkasin njerit më më të detaje ato. Nuk i përkasin. Ka shumë detaje që nuk të përkasin të jodë. Dhe shpesh e njerëzit e këtij të ndërruar e lidhin jetën e tyre kryesisht për gjëra të caktuara. Dhe në momentin kur dhe tër jetën e detajizojnë dhe e shkoqitin konform këtij qëllimi të caktuar. Në momentin kur kjo e arme, kjo brengë e caktuar, apo ju kthehet mrapsht, krejt jeta ju kthehet qashtu. Për një problem caktum, për një zhgënim caktum, për një mos arritje caktuar e kështu me radhë. Tregohet për një njeri se ka pas blet shumë dhe ka marrë mjaltën. Dhe atë vetë ka marrë shumë mjaltë. Apo dhe ka vendosur me një kasht madh apo me një kovë të madhe dhe ka varë në një vend lart. Dhe ka filluar me kçyr, domthon kofën e tij të thonë, tash kur e shes ka me bo këtë, ka me bo një shtëpi, tani ka me martu, tani ka me bo fëmijë. Ka filluar në detajzimin të ardhmën që din kur pas Allah xhallahu ala. Gjitha këtë të ardhmën ka shkuar përmes kofës së mjaltës, apo. Krejt. Dhe duke u thellu, tash ku sheti ku ka shkuar, ka veç me mos me mbush fëmia. Unë tani ja u bëj, e ka lëviz dorën, e ka rrezu kofën dhe ka rënë mjaltën tokë, e tëra shkoi hoç apo. Por në këtë ai planifikim jetësor u tret me një kofë të mjaltë që rënë tokë apo. Çfarë ndo njerëz? Këtë jetën e lidh me një njeri të caktuar. Dështon ai njeriu jetën e vet. Për shembull, lidhet për një martesë caktuar. Dhe thotë nëse martohen me këtë, tani fillon pralla e tina apo. E ka me kon kjo. Detajzim deri në 30 vjet të ardhshme, nuk dihet çka ndodh. Nuk flas për planifikim, po flas për lidhje të jetës me të. Në momentin kur ai njeri dështon, s'është kaderi Allahut me të mu martuar. Krejta e çka këtë shkon. Tani as do të s'ka kuptim, as ardha s'ka kuptim, as të bëllaf. Nuk lidhet çka kështu. Sa më do vëllai të ndodh fatkeqësisht. Dërgojnë mesazhe nga dy gjinit për me u anku për jetë të zymt që e jetojnë, për një xhehenem që kanë për të mërshëm. Wallahi para disa ditë një rasti që më shkunte për një problem, dështim fejes, gati në kom, s'ka bo kërgjë, dhe tash i ka situata donë deri sa nuk pëshë tha mu arsye me jetuat. Po thash, subhanallah, a që i ka që jeta e lirë për ty, që dhe me thonë vlenë sa po ose jo e dikujta, a që i ka që jeta, pa në kur dikush e nënvlerësën jetën din këtë nivel, sa që një po e dikujt i jep shkëlqim jetës, një jo e dikujt e zymësën jetën, a që i ka që jeta interesanta? Problem është ato. A që i ka që jeta për shembull e jonë, që një sukses në biznes e jep kuptim dunjas, një dështim në biznes e bën dunjan të mallkuar dhe s'ka që ka lyp njëri këtu. A që ka që është ta? Jeta është me shtrajt. Jeta që te ka pa Allah xhallahu është me shtrajt se këtë dunjaja. E fitova për humbë atë. Me shtrajt. Se këtu kemi për diçka shumë më të madhe, se thjesht për një po dikujt apo për një jo dikujt, për një sukses caktuar apo një dështim caktuar, shumë më e madhe se kaq është. Prandaj kjo është e brenga negative, detajet e caktuara. Mirë po, jeta çështu. Në mund që faqe e re, përvoj e re, është përpjekje e re, e kështu më radhë. Prandaj, nuk duhet njëri me e lidh jetën e ti komplet dhe sikur që e kemi përmend në rastet të tjera që dirigjuesin e disponimit të ti, dirigjuesin e jetës të ti, me elon dikujt në dorë atje. Dhe ai tjetër atje e dirigjon, kur ki me kesh, kur ki me kajt, kur ki me më rol, ja s'bën kështu.
Mos ja le as shejtanit, as dunjas, as pasunis, as kujt mos ja le dirigjues në disponimin tënd. Dirigjuesi i zemrës tënde do të më qenë vetëm në dorën e besimit, imanit. Ai e dirigjon disponimin, që është i lidhur me Allahun te barekutaala. Çdo dorë tjetër që e ka dirigjues në disponimin tënd shkatron. Kush do qoftë ajo dorë, me qëllim ose pa qëllim, me të drejtë ose pa drejtë. Ai ti kemi vendosur, domthon dirigjuesin e jetës ende kush ka më pas në dorë.